Në të vërtet, nuk kam qenë mirë këto 2 muajt e fundit, kam patur 2 viruse dhe jam ndjer pak e dobët nga pikpamja fizike dhe unë jam munduar që të jap maksimumin. Por arrita që të tregoj aftësitë e mia në manshet e parë, por pastaj në manshet e dyta e pash që gara vështirësoi, nuk arrija të isha aq e lirë siç jam zakonisht. Por jam e kënaqur, jo për rezultatet, por sidomos për atë që unë dash, sepse unë dash maksimumin në limitet e mia dhe bëra të pamundurën që të mund të qëndroja, të isha pjesë e garës, dhe për të realizuar këtë ëndër dhe për të marrë edhe medalje. E isha shumë afër, por nuk arrita dot, por unë jam e re dhe besoj që do kem prapë mundësi të tjera.